Pasojat e luftës në lindjen e mesme dhe mbylljes së ngushticës së Hormuzit i kanë ndjerë prej javësh edhe Europa, por gjithashtu përtej rritjes së çmimeve të karburanteve janë ndjerë edhe në Shqipëri me rritjen e çmimeve në plerat kimik. Padyshim që ndikimi nuk do të jetë vetëm në mikroekonomi, por edhe në makroekonomi. Ju e dini, unë nuk jam njësh i shifrave, por personi që ka mbrëmjen e sotme do të na shpjegojë më shumë se çfarë po ndodh edhe me krizën në aviacionin civil europian. Mbi 20.000 fluturime të anuluara nga Lufthansa dhe në pritje të anulimeve të tjera. Bashkohet për herë të parë në War Report profesori, doktori i shkencave ekonomike, zoti Adrian Civici. Zoti Civici, mirëmbrëma, kënaqësi të kem në program. Mirëmbrëma, faleminderit. Mirë, kemi vetëm një problem shumë të shkurtër me audion e profesorit, të cilat do të rregullohet brenda disa sekondave, siç theksova edhe pak më parë, Lufthansa bëri njoftimin për anulimin, tani jemi në rregull. Bëri njoftimin për anulimin e 20.000 fluturimeve. Profesor, çfarë po ndodh? Pse po preket edhe aviacioni nga situata në lindjen e mesme? Aviacioni lënd parë kryesori që funksionon ka kerozenën ose atë naftën specifike që përdorin avionët. Dhe natyrisht në këtë situatë të një turbullire kaq të madhe për sa i përket tregut naftës, jo vetëm për çmimet, por edhe për mundësinë e sigurimit të sasive të nevojshme për të furnizuar gjithë sektorët, përfshirë dhe sektorin e aviacionit, natyrisht që ka shkaktuar shumë probleme. Dhe problemet janë të dy natyrave. Në njëra anë po reflektohet rritja e çmimeve të biletave të avionëve si pasojë e rritjes përgjithshme të çmimeve që provokohet nga çmimi i naftës. Nga ana tjetër ka filluar një shqetësim akoma më i madh për disponibilitetin e rezervave të kerozenës që vende të ndryshme kanë për të furnizuar në mënyrë të rregullt gjithë linjat ajrore. Dhe kjo ka bërë që pothuajse gjithë linjat ajrore të botës, duke përfshirë dhe ato më të rëndësishme, edhe Lufthansa që ju sapo e përmendët, kanë filluar të ndërtojnë strategji të reja, të paktën për 6 muajt që vinë, derisa situata të marrë një drejtim, sepse për momentin gjithçka duket e paqartë, dhe gjithsesi her pas here vinë lajme që duken si qetësuese që mund të ketë një marrëveshje ose situata mund të qetësohet, disa orë më vonë ose disa ditë më vonë vinë lajme tjera po kaq qetësuese për sa i përket ngushticës së Hormuzit. Por ta shpjeguar pak më qartë se çfarë po ndodh, do të kemi parasysh që në koston e shpenzimeve që ka aviacioni në përgjithësi, sidomos aviacioni civil, po jo vetëm, sepse është dhe një kategori shumë e madhe e transportit të mallrave që qarkullon në botë. 25 deri 35% e kostos është kosto e karburantit. Kështu që natyrisht kjo reflektohet direkt. Nga ana tjetër duhet të kemi parasysh që avionët nuk furnizohen vetëm në një pikë ose vetëm në vendet ku kanë origjinën, po furnizohen në aeroporte të ndryshme në varësi me trajektoret që kanë ato dhe linjat që ndjekin. Shumë nga këto aeroporte kanë filluar të shfaqen pasiguri dhe nuk garantojnë më furnizim të rregullt siç ka qenë deri tani. Dhe kjo ka bërë që natyrisht që linjat ajrore të reagojnë. Sot ka pasur një seri lajmesh, jo vetëm për Lufthansa, por pothuajse për të gjithë kompanitë kryesore të botës që po marrin masa ose po zvoglojnë destinacionet dhe po anullojnë një seri fluturimesh. Në problem kanë filluar të kenë linjat low cost, të cilat operojnë me margë të vogël fitimi dhe rritja e kostove e çmimit dhe kostove të tyre natyrisht që i penalizon dhe mund të bëjë që të marrë vendime akoma më drastike. Njëkohësisht disa linja që janë ose linja të brendshme ose sekondare ose që kanë një koeficient ulët të pasagjerëve gjatë fluturimeve të tyre janë të parat që po mendohet që të anullohen, të zvoglohen apo të minimizohen. Pra është një sektor që për momentin nuk është se është në pikën kritike për të thënë që nesër mund merret një vendim që do preki lëvizjet me avion, por situata të paktën për 2 deri 6 muajt që vinë kërkon që të gjitha këto kompani ajrore dhe të gjithë vendet përkatëse të fillojnë të marrin masa nga më ekstremet për ta përballuar këtë situatë.
Vërtet e qartë. Ndërkohë, profesor, për ta kuptuar pak më mirë, nëse do të ketë një vim të blokadës në Hormuz, a do të jemi përballë një situate emergjente apo linjat aktualisht po operojnë nëpërmjet operacioneve speciale për të garantuar furnizime nëpërmjet rajoneve të tjera? Pra çfarë pritet të ndodhë nëse Irani nuk përfundon dhe kjo ngushticë, kjo blokadë vjen të mbetet aktive në Hormuz? Edhe neve kemi përmendur shpesh që rreth 25% e naftës botërore kalon nëpërmjet ngushticës së Hormuzit. Po e njëjta shifër është edhe për kerozenën, për karburantin që përdorin avionët. Kështu që nëse kjo linjë vazhdon të jetë e bllokuar, një sasi e konsiderueshme kerozene edhe nafte do vazhdoj që të mos jetë prezent qoftë nëpër aeroporte, qoftë nëpër rezervat e ndryshme, përfshirë këto dhe rezervat strategjike që kanë vendet e ndryshme. Kështu që tani është një fazë ku së pari më të prekur janë ato kompani ajrore që nuk kanë kontrata afatmesme ose afatgjata furnizimi, detyrohen që ta blejnë, si thua, naftën apo kerozenën direkt, të cilat kërcënohen më shumë. Pra, nuk pritet për momentin që të ketë lëvizje drastike, natyrisht ka filluar një kufizim i disa linjave, sidomos edhe linjat aziatike janë bërë më problematike, po janë bërë njëkohësisht edhe nëse nuk mungon lëvizja, është rritur shumë çmimi për të shkuar në këto vende, është rritur shumë çmimi për bagazhet dhe sidomos edhe për transportin tregtar. A duhet ketë panik për gjatë verës, për pasagjerët apo për qytetarët, cilët ndoshta kanë udhëtime pranë familjarëve, kanë pushimet rezervuara paraprakisht? Me parashikimet e deri tanishme, nëse situata nuk do qetësohet, se për të rregulluar ndoshta mund të jetë e vështirë apo fjalë e madhe, me siguri që të gjithë këto kompani do vazhdojnë të preken nga kjo situatë dhe mund gjendemi dhe përballë momenteve që ato të marrin masa më drastike. Rrezik më të madh në këto momente kanë sidomos kompanitë low cost, të cilat janë prezente shumë edhe në Shqipëri, sepse me që funksionojnë me marrë shtule si të rritja e çmimit të naftës dhe kerozenës dhe sidomos vështirësia për të furnizuar me karburant, natyrisht mund të bëjë që një pjesë të fluturimeve ato të mund të anullojnë, ose nëse nuk do të anullojnë, me siguri që rritja e çmimeve që ka filluar këtë ditë do vazhdojë që të jetë akoma dhe më e madhe. Profesor Civici, folëm për efektet e drejt për drejta që po vinë edhe tek aviacioni civil, e paralajmëruar ndoshta rreth 2 javë më parë për shkak të rezervave strategjike, ndërkohë e thash, pasojat e luftës në Iran i kemi ndjerë në çmimet e karburanteve dhe janë ndjerë edhe tek fermerët sa i përket çmimit të plerave kimik. Kush do të jenë efektet afatgjate që do të japë kjo luftë, duke pasur parasysh pandeminë e COVID-19 dhe luftën në Ukrainë, e cila u desh disa kohë për të pasur një stabilizim të çmimeve. Cilat sektor do të preken më shumë, shërbime apo mallra, të cilat në xhepin e konsumatorëve do të kushtojnë më shtrejt? Po, efekti parë dhe efekti më direkt është efekti i çmimit të karburanteve. Natyrisht me karburantën janë të lidhur pothuajse pjesa dërmuese e sektorëve të ekonomisë dhe të prodhimit dhe shërbimeve. Dhe natyrisht kjo krijon një efekt zinxhir dhe një rritje masive të çmimeve në shumë shërbime, në shumë produkte dhe në shumë sektorë. Pasoja direkte e kësaj është një rritje e inflacionit dhe tashmë edhe bankat qendrore, Banka Qendrore Evropiane, Federal Rezerva apo edhe bankat tjera qendrore kanë filluar që të japin alarmin për një valë të re inflacioniste që mund të përfshijë pjesën ndërmuese të botës. Dhe natyrisht nëse kjo ndodh dhe kjo efekti direkt i saj është rritja e çmimeve, natyrisht që fuqia berse dhe konsumatorët janë ata që preken direkt. Ju e përmendën me drejt edhe shqetësimin e madh që ka për plerat kimike, sepse në zonën në Iran apo në zonat përreth janë nga zonat më të mëdha prodhuese të botës të plerave kimike. Pra çështja është edhe kapaciteti i prodhimit dhe kapaciteti i transportit. Dhe natyrisht ato mund të vinë edhe me çmime më të larta, po edhe më vështirë. Kështu që efekti i tyre ndoshta do ndihet pak më vonë, po është e sigurt që do ndihet kryesisht në rendimentet e kulturave bujqësore, në çmimet e tyre më të shtrenjta dhe në ndoshta edhe në mungesë disponibiliteti në ato formasa që ka qenë planifikuar ose ka qenë normale të prodhohen në këtë sezon.
Profesor, folim për ndikimin e drejt për drejt në xhepat e qytetarëve, ndërkohë paralimentet ndryshme të Bankës Botërore apo Fondit Monetar Ndërkombëtar kanë treguar një përgjysmë të perspektivës për rritjen ekonomike. Gjermania ka përgjysmuar parashikimin për rritjen e saj ekonomike, por edhe vende të ndryshme europiane. Kur flasim për kontinente, kush do të jetë më shumë i prekur ekonomikisht? Amerika, Europa, Azia, pra ku do të ndihet ndikimi më i madh i luftës me Iranin? Ndikimi më i madh natyrisht do ndihet të paktën deri tani në Azi edhe në Europë, po flas për dy kontinente, po nuk përjashton edhe një kategori vendesh të varfëra siç mund të jenë shumë vende të Afrikës, të Amerikës Latine, po bile edhe vetë në Shtetet Bashkuara çmimi i naftës është rritur, çmimi e disa produkteve janë rritur, por kjo është një valje e përbotshme si thua që po prek ekonominë botërore dhe askush nuk është totalisht i mbrojtur, aq më tepër që ekonomia botërore në përgjithësi vjen disi e plagosur, do thoya mbas krizës 2008-2014, mbas krizës Covidit, mbas krizës që shkaktoi lufta në Ukrainë dhe tani një goditje tjetër nëpër masa akoma më të mëdha që është lufta në Iran. Kështu që A do të preket Kina, profesor, për shkak edhe të naftës që është dashur, ose më saktë ka zgjedhur të blej për gjatë viteve të fundit nga Irani? Do të ketë një ndikim tek Pekini, i cili duhet të thënë se në 2 vjeçarëshin e fundit ka marrë një hovë ekonomik, duke rritur edhe perspektivën për rritje ekonomike? Po shko, kemi parasysh që në ngushticën e Hormuzit, në Europa merr 7 deri 10% të naftës që kalon ngushticën e Hormuzit. Pjesa dërmuese rreth 80% shkon kryesisht në Azi, në Kinë edhe në vende të tjera aziatike, natyrisht ato janë më të prekura. Por çdo vend po ndërton strategjitë e tij të përballimit të kësaj krize, natyrisht kjo është kombinuar edhe me efektet e sanksioneve amerikane dhe europiane karshi naftës dhe gazit rus, ndërkohë që Kina ka mundësinë dhe mund të bëjë edhe marrëveshje akoma dhe më të mëdha me Rusinë për të kompensuar një pjesë naftës që nuk vjen nga ngushtica e Hormuzit për ta marrë nga Rusia. Kështu që gjithë geopolitika e naftës është një proces ristrukturimi ku gjithkush po kërkon që të garantojë rezervat dhe sasinë që duhet. Ka një Europa, për shembull, dhe disa vende tjera kanë një riorientim, sidomos edhe mas sanksioneve të naftës dhe gazit rus për ta marrë naftën dhe gazin nga Shtetet e Bashkuara, në kushtet kur nafta që vjen nga Arabia Saudite apo vendet e Gjirit është bërë më e vështirë për të ardhur, jo vetëm pse nuk kalohet dot ngushtica e Hormuzit, por edhe sepse zgjerimi i konfliktit ka prekur dhe shumë kapacitete prodhuese dhe rafinuese të naftës edhe në vendet përreth Iranit, jo vetëm në Irak. Te e qartë. Profesor Adrian Civici ishte kënaqësi të kisha mbrëmjen e sotme në War Report. Faleminderit, kënaqësi. Kemi mbritur kështu në fund programit, unë ju rikujtoj mund të informoheni në çdo kohë duke klikuar në abcnews.al, si dhe mund të na dëgjoni në radio ABC 105 FM. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë natën e mirë.